Alesia Balliu, antare e Partisë Demokratike dhe ish kandidate e kësaj partie në primare, ka shpërthyer sërish kundër primareve në PD, veçanërisht për rastin e Elbasanit. Balliu tha se në listën e mbyllur të Elbasanit është futur një njeri pa kontribute, duke u injoruar angazhimi disa vjeçari antarëve të PD-s në kauzën opozitare. Në procesin që denoncova, në SMS-n e Flamur Nokës pranoi që votat për këtë vajzën i kishte bërë Luciano Bocci. Unë kam qenë në gjitha protestat, kam qenë kundër korrupsionit, unë kam dhënë kontributin tim, hyra në një garë. Kur Berisha vjen në Elbasan dhe sulmon bandat, i ke çapjat në listë të mbyllur, kanë hyrë në 4 ditët e fundit, por ne kemi qenë aty çdo ditë. Me këtë do ta godas Berisha Suel Çelën. Kemi qenë aty me Zheni Gjergjin dhe Silvi Bardhin për 6 muaj. Hyn në ditët e fundit në garë dhe presin që ne të heshtim. Ajo që mu bë mua ishte padrejtësi. Askush nuk mund të thotë se kjo u bë për interes personal. Nuk e prisja emrin tim në listë të mbyllur. Isha bërgati për listë të hapur, por nuk pranoj dot që të vësh një femër të fisit çapja në listë. Unë jam avokate në profesion dhe e kam luftuar më fort se kushdo tjetër qeveri në Rama. Unë nuk e shes dinjitetin tim për pazaret e Flamur Nokës. Në Elbasan kemi 5 kandidat, 2 duat veçoj, Haxhin Aston dhe Ali Zotin. Nëse gjen një denoncim në faqet e saj për Edi Ramën dhe qeverin, Flamur Noka e ka pranuar që votat e kësaj vajze i ka bërë Luciano Bocci nëse bën pazare, si pretendon fitore në Elbasan, unë fushatën që ka përfaqësues fisin çapja dhe krimin e organizuar, nuk e mbështes. Unë nuk bëj fushat mbi pazare dhe për ata që përfaqësojnë krimin, tha ajo.